Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Do të përmend disa rregulla të namazit të Baramit. Falja e namazit të Baramit është detyrë, është vajxhib. Duhet të dalim për faljen e namazit të Baramit jo vetëm burrat, por edhe gratë. Është detyrë edhe për gratë. Sepse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar muslimanët që të nxjerrin për faljen e namazit të Baramit edhe virgjëreshat, edhe vajzat që në atë kohë rinin në një strehë të veçantë për to, një vend të mbuluar në një skaj të shtëpisë. Dhawatul khudur. Madje edhe gratë me ciklin menstrual do të dilnin në namazja, do të merrin pjesë në lutjen që bënin muslimanët, por nuk do të falen namaz. Do të qëndronin larg, nuk do të merrin pjesë në faljen e namazit. Po ama do ishin pranishme në lutjen që do bënin muslimanët. Do prezantonin në këtë kuvend, në këtë mezhlis, në këtë vend ku ishin mbledhur muslimanët. Yashhadna al-khaira wa da'wat al-muslimin. Kështu që krye familjari merr me vete bashortën dhe fëmijët, përfshi edhe vajzat, dhe shkon për faljen e namazit të Baramit. Koha e faljes së namazit të Baramit. Namazi i Baramit falet pas lindjes së diellit, pasi lind dielli dhe ngrihet një shtis. Pra atëherë kur është koha e faljes së namazit të paradites, namazit të duhas. Kështu mësohet nga një hadith i transmetuar nga një sahab, i cili ka treguar pra kohën kur profeti sallallahu alaihi wasallam e falte namazin e Baramit, pra që është koha kur falet namazi i paradites. Suneti është që namazi i Baramit të falet në namazja, domethënë në shesh. Kjo është nga suneti. Namazi i Baramit nuk ka as ezan dhe as ikamet, siç ka treguar Abdullah ibn Abbas dhe Jabir ibn Abdullah. Pra, kur falte Baramin profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk thirrej as ezan dhe as ikamet. Falja e namazit të Baramit, mënyra se si falet. Namazi i Baramit i ka 2 rekate. Në rekatin e parë imami bën 8 tekbire. Pra, pas tekbirit fillestar bën dhe 7 tekbire të tjera. Pra, pas tekbirit të fillestar 7 tekbire të tjera para këndimit të Kur'anit, para se të fillojë këndimin e surës Al-Fatiha. Pastaj në rekatin e dytë bën dhe 5 tekbire të tjera pas tekbirit të ngritjes në këmbë. Do tekbiri i bën para se të fillojë këndimin e Kur'anit në rekatin e dytë. Pastaj vazhdon dhe i fal 2 rekatet e namazit Baramit, të cilat falet ashtu si falet namazi farzi i sabahut. Por ka dhe një mënyrë tjetër për marrjen e tekbireve. Pas tekbirit fillestar bëhen 3 tekbire dhe bëhen gjithsej me gjithë tekbirin fillestar 4 tekbire para këndimit të surës Al-Fatiha. Kjo në rekatin e parë. Në rekatin e dytë bëhen 3 tekbire pas këndimit të Kuranit para rukuje. 3 tekbire para rukuje. Pra jo para këndimit të Kuranit në rekatin e dytë, por pasi mbaron imami me këndimin e surës Fatiha dhe të një sure pastaj, para rukuje i bën 3 tekbire dhe bashkë me tekbirin e rënies në ruku bëhen gjithsej 4 tekbire. Edhe kjo është një mënyrë e lishme, është transmetuar nga profeti dhe nga disa sahabë si Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Çfarë këndohet në namazin e Baramit? Çfarë këndon imami? Është suneti që imami të këndojë në rekatin e parë surën A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, dhe në rekatin e dytë të këndojë surën El-Ghashia, Hal ataka
hadithu al-ghashiyah. Hutbja bëhet pas faljes së farzit. Kështu ka treguar Abdullah ibn Abbas. Pra, që profeti, Ebu Bekri, Umeri dhe Osmani, të gjithë këta, hutben e kanë mbajtur pas namazit të Bayramit, ndryshe nga namazi i xumas, kur mbahet hutbja dhe pas hutbes falet namazi, ndërsa e kundërta bëhet në namazin e Bayramit. Falet namazi i Bayramit dhe pastaj mbahet hutbja. Dëgjimi i hutbes nuk është detyrë. Nëse do, muslimani e dëgjon hutben dhe kjo është më e mira, nëse do, largohet. Gjithsesi, nëse zgjedh që të largohet dhe të mos e dëgjojë hutben, dhe kjo është diçka e lejueshme, nuk duhet bëj zhurmë. Duhet bëj zhurmë dhe rrëmuj në namazja, pasi ka aty njerëz të cilët duan të dëgjojnë këshillën, duan të dëgjojnë hutben. Nuk ka namaz sunet para dhe pas faljes së Bayramit. Nuk ka namaz sunet. Pasi nuk transmetohet që profeti sallallahu alaihi wasallam të ketë fal namaz para faljes së Bayramit dhe as pas faljes së Bayramit. Nesër inshallah taala do të shpjegoj për tekbiret që bëhen në këtë Bayram, si bëhet tekbiri, kur është koha e tekbirit dhe për disa rregulla të ditës së festës, se si dalim për të falur Bayramin dhe ca rregulla që lidhen me ditën e festës. Allahu shpëlbeh me të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.